Atëherë përshëndetje, të nderuar anëtar të Këshillit, të nderuar përfaqësues të ekzekutivit. Jemi në këtë mbledhje të Këshillit jashtë radhe, e kërkuar nga kryetari i bashkisë me urdhër dhe delegim zëvendësi i tij, Ina Sauli. Shkresa mban numrin 3098, patos 14/10/2025. Mbledhja e sotme bazohet në nenin 53.3, ngërmaja e ligjit 139/2015 për vetë qeverisë vendore dhe nenit 59 të rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak. Pjesëmarrja në mbledhje është 16 këshilltar, pra jemi në rregull me kvorumin. Lexojmë rendin e ditës. Pika 1 është miratimi i rendit ditës. Pika 2 miratimi i procedurverbalit të mbledhjes së Këshillit datë 22/9/2025. Pika 3 informacion mbi vendimet e miratuara në mbledhjen e datës 22/9/2025. Pika 4 vendim për ndryshim të vendimit të Këshillit Bashkiak numër 87 datë 19/12/2024 për miratimin e buxhetit për vitin 2025 së bashku me numrin e përgjithshëm të punonjësve, dokumentin përfundimtar të projekt buxhetit afatmesëm 2025-2027. Pika 5 projekt vendim për miratimin e nivelit pagave në bashkinë Patos, ndërmarrje me varësi për vitin 2025 dhe 2026. Pika 6 projekt vendim për mbylljen e njësisë shpenzuese Agjencia e Shërbimeve Publike. Pika 7 projekt vendim për krijimin e njësisë shpenzuese të emërtuar ndërmarrja e shërbimeve publike në varësi të Bashkisë Patos. Pika 8 projekt vendim për krijimin e njësisë shpenzuese të emëruar ndërmarrja e menaxhimit të mbetjeve, pastrimit dhe gjelbërimit në varësi të Bashkisë Patos. Paraprakisht duhet t'ju informoj që ka një kërkesë nga ekzekutivi që çështja e cila është renditur në rendin e ditës me numrin rendor 5 të shqyrtohet në një moment tjetër. Do t'ja kaloj fjalën përfaqësuesve të ekzekutivit për ta sqaruar më tej pse do të rriqet nga kjo pikë. Ju lutem, dy sekonda. Po Ina. Përshëndetje të gjithëve. I kërkojmë Këshillit Bashkisë Patos të tërhiqemi nga miratimi i projekt vendimit numër 61 për miratimin e nivelit pagave në Bashkinë Patos dhe ndërmarrjen në varësi për vitin 2025 dhe 2026. Pasi gjatë muajit nëntor kemi parë të arsyeshme për të parë dhe rivlerësuar edhe një herë të ardhurat dhe burimet për të miratuar nivelin e pagave të vitit 2026 në një moment të dytë. Faleminderit. Atëherë, kemi ndonjë propozim për të shtuar ose hequr? Jo. Kalojmë në miratimin e rendit ditës. Kush është dakord me miratimin e rendit ditës? 17 pro. Njoftoj që është shtuar numri i prezencës në sallë me Gani Ahmetaj. Miratohet rendi ditës me 17 vota pro. Kalojmë në pikën 2, miratimi i procedurverbalit të mbledhjes së Këshillit datë 22/9/2025. Materialin u ka dërguar sekretarja, nëse keni ndonjë vërejtje për përmbajtjen, ndonjë korrigjim, nëse s'ka, konsiderohet i miratuar. Shumë faleminderit. Kalojmë në pikën 3, informacion mbi vendimet e miratuara në mbledhjen e datës 22/9/2025. Të lutem, Rafaela. Përshëndetje të gjithëve. Në mbledhjen e datës 22/9/2025 u morën gjithsej 8 vendime nga numri 55 deri në 62. Vendimet janë zbardhur në afat dhe janë përcjellë drejtorive përkatëse për ekzekutiv. Nga këto vendimi me numër 59 dhe 61 janë përcjellë prefekturës për verifikim të ligjshmërisë dhe na ka ardhur përgjigje se vendimet janë në përputhje me ligjin. Faleminderit. Faleminderit Rafaela. Kalojmë në shqyrtimin e pikës 4, projekt vendim për ndryshim të vendimit të Këshillit Bashkiak numër 87 datë 19/12/2024 për miratimin e buxhetit për vitin 2025 së bashku me numrin e përgjithshëm të punonjësve, dokumentin përfundimtar të projekt buxhetit afatmesëm 2025-2027. I lutem ekzekutivit në relacion, mbas andaj kryetarit të komisionit që ka shqyrtuar çështjen. Atëherë, ekzekutivi paraqet projekt vendimi numër 60 për ndryshim të vendimit të Këshillit Bashkiak numër 87 në të cilët është miratuar niveli i pagave dhe buxheti së bashku me PBA 25-27.
Atëherë, për të përmirësuar cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve, për të patur një menaxhim efektiv të gjitha fushave dhe përgjegjësive të Bashkisë Patos, për një hierarki më të qartë dhe për më shumë efektivitet, për një ndërveprim midis drejtorive dhe njësive vartëse, është parë e nevojshme dhe domosdoshme të shikohet edhe një herë struktura e Bashkisë Patos së bashku me institucionet në varësi. Tabela e cila është bashklidhur në relacion paraqet strukturën aktuale dhe strukturën e re, në të cilën do të shtohen 9 punonjës, aktualisht jemi 371 dhe do të shkojmë në 380. Legjislacioni i përmendur në projekt vendim është i gjithi në fuqi. Kërkojmë nga ju miratimin. Faleminderit Joela. Kaloj fjalën Komisionit të Ekonomisë, kryetarit. Përshëndetje të gjithëve. Ju bëj me dije se Komisioni i Ekonomisë u mblodh ditën e sotme dhe gjatë diskutimeve u vlerësua se ndryshimet e propozuara janë në përputhje me objektivat e bashkisë për një administratë më funksionale, me ndarje më të qartë përgjegjësish dhe përdorim racional të burimeve njerëzore dhe buxhetore. Në këtë kuadër, Komisioni i Ekonomisë jep mendimin pozitiv duke votuar me 4 vota pro për miratimin e strukturave të reja, duke theksuar rëndësinë e zbatimit të tyre me transparencë në përputhje me ligjin. Ne besojmë se ky hap do të kontribuojë në përmirësimin e menaxhimit institucional dhe në ofrimin e një shërbimi më të shpejtë e cilësor për qytetarët e Patosit. Faleminderit. Faleminderit. Jemi të hapur për diskutime nëse ka. Kush e do fjalën? Atëherë nëse s'ka diskutime, propozohet të kalojmë në votimin e pikës 4, projekt vendim për ndryshim të vendimit të Këshillit Bashkiak numër 87 datë 19/12/2024 për miratimin e buxhetit për vitin 2025 së bashku me numrin e përgjithshëm të punonjësve, dokumentin përfundimtar të projekt buxhetit afatmesëm 2025-2027. Kush është dakord? Kundër s'ka, 17 pro, miratohet. Shumë faleminderit. Kalojmë në shqyrtimin e pikës 5. Sepse ndryshoi renditja, atë e hoqëm. Pika 5, projekt vendim për mbylljen e njësisë shpenzuese Agjencia e Shërbimeve Publike. Paraprakisht fjalën ekzekutivi. Jo, një nga një, bora, lutem. Përshëndetje të gjithëve. Agjencia e Shërbimeve Publik është krijuar me vendim të Këshillit Bashkiak me numër 68 në datë 14/12/2021 me qëllim kryesor ofrimin e shërbimeve publike bazë si pastrimi, mirëmbajtja, gjelbërimi, ndriçimi publik, ndërhyrjet e vogla infrastrukturore. Gjatë vitit të fundit, nga analiza e funksionimit të saj është konstatuar se përfshirja e një numër të madh funksionesh të ndryshme brenda një strukture të vetme ka krijuar vështirësi në menaxhimin efektiv të burimeve njerëzore, financiare dhe materiale. Nga analiza e kryer janë konstatuar disa problematika konkretisht: përqendrimi i lartë i funksioneve në një strukturë të vetme, pa ndarje të qartë të përgjegjësive ndërmjet sektorëve. Mungesa e efikasitetit në planifikimin buxhetor, pasi kostot e shërbimeve nuk pasqyrojnë qartë sipas funksioneve specifike. Vështirësi në matjen e performancës për shkak se indikatorëve të punës janë të përzierë ndërmjet shërbimeve të ndryshme. Mbivendosje kompetencash ndërmjet ASHP-s dhe drejtorive të tjera të bashkisë, duke krijuar pasiguri në ndarjen e përgjegjësive. Mungesë fleksibiliteti në drejtim të menaxhimit të personelit dhe shpenzimeve operative. Arsyeja dhe qëllimi i mbylljes së ASHP-s është në funksion të rritjes së efikasitetit, transparencës dhe transparencës në përdorim të fondeve publike. Mbyllja e kësaj njësie dhe krijimi i 2 njësive të reja shpenzuese do të mundësojnë një ndarje më të qartë të funksione dhe përgjegjësive, përmirësim të menaxhimit buxhetor me llogaritje të sakta të kostove për çdo shërbim publik dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve publike për qytetarët. Për sa më sipër, në mbështetje të nenit 54 gërma D të nenit 64 gërma C të ligjit 139/2015 për vetë qeverisjen vendore, si dhe ligjit 44/2015 Kodi i procedurave të administrative të Republikës së Shqipërisë, ligjit 9936 datë 26/6/2008 për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar,
vendimi të Këshillit të Bashkisë me numër 87 datë 19/12/2024 mbi miratimin e buxhetit për vitin 2025 së bashku me numrin e përgjithshëm të punonjësve, dokumenti përfundimtar të projekt buxhetit afat mesëm 2025-2027, vendimi të Këshillit të Bashkisë me numër 83 datë 27/11/2024 për miratimin e nivelit të pagave të bashkisë e institucioneve në varësi të njësive administrative për vitin 2025, i kërkojmë Këshillit të Bashkisë që të miratojë mbylljen e Agjencisë së Shërbimeve Publike si njësi shpenzuese dhe krijimin e 2 njësive të reja shpenzuese. Tani, si fillim kemi mbylljen e njësisë shpenzuese. Përfundove Bora. Faleminderit. Atëherë kaloj fjalën kryetarit të Komisionit Shërbimeve, zoti Artan Velçani. Po, faleminderit kryetar. Komisioni i Shërbimeve mori parasysh dhe diskutoi këtë projekt vendim. Dhe ashtu edhe nga konsideratat që tha inxhinierja Bora, vlerësoj edhe nga pikpamja e ligjshmërisë dhe mbështet propozimin e ekzekutivit për shkrirjen e agjencisë dhe krijimin e 2 ndërmarrjeve të tjera. Faleminderit. Faleminderit tani. Jemi të hapur për diskutime. Kush e do fjalën? Atë propozoj të kalojmë në votimin e pikës 5. Projekt vendim për mbylljen e njësisë shpenzuese Agjencia e Shërbimeve Publike. Kush është dakord? 17 pro, kundër s'ka, miratohet. Faleminderit, kalojmë në shqyrtimin e pikës 6, projekt vendim për krijimin e njësisë shpenzuese të emërtuar ndërmarrja e shërbimeve publike në varësi të Bashkisë Patos. Fjalën përfaqësuesit e ekzekutivit. Po Bora. Si në vijim të kërkesë nga Agjencia e Shërbimeve Publike, siç e theksova edhe më sipër, për ndarjen e Agjencisë së Shërbimeve Publike, për shkak të funksioneve të shumta që Agjencia e Shërbimeve Publike kishte, është krijuar një ngarkesë në një mbivendosje funksionesh për një njësi të vetme dhe për një shpërndarje më të mirë të detyrave funksionale dhe zgjidhje sa më efektive të detyrave të caktuara, u pa nevojshme krijimi i 2 njësive, ku një njësi e re shpenzuese siç është ndërmarrja e shërbimeve publike është krijuar me qëllim kryesor menaxhimin e shërbimeve komunale dhe publike të bashkisë, sigurimin e cilësisë, vazhdimësisë së këtyre shërbimeve, krijimin e një strukture më të qartë dhe më efektive në përdorim të fondeve buxhetore, si dhe forcimin e kontrollit financiar dhe të përgjegjshmërisë institucionale. Kjo ndërmarrje do të ketë si numër të përgjithshëm punonjës 65 dhe do të mundësojë një menaxhim më të mirë të burimeve njerëzore, rritjen e kontrollit dhe menaxhimit më të mirë. Tani ti citoj pjesën ligjore. Kërkojmë miratimin e krijimit të njësisë shpenzuese të emërtuar ndërmarrja e shërbimeve publike, e cila do të jetë në varësi të Bashkisë Patos. Faleminderit Bora. Fjalën e ka kërkuar kryetari i Komisionit të Shërbimeve Publike, Zhvillimit Urban, Ndërtimet dhe Pronat, zoti Artan Velçani, për të dhënë opinionin mbi këtë çështje. Që mos bëhemi edhe të përsëritshëm, është e njëjta gjë, edhe kjo, edhe ky projekt vendimi, edhe projekt vendimi për ndërmarrjen tjetër janë kaluar në komision me shumicë votash. Unë doja të ndaja një opinion në emër të këshilltarëve. Besojmë që shërbimet ashtu siç parashikon dhe ekzekutivi do të jenë sa më cilësore dhe më të mira. Faleminderit. Faleminderit. Jemi të hapur për diskutime. Nuk ka, atëherë propozohet të kalojmë në votimin e pikës 6, projekt vendim për krijimin e njësisë shpenzuese të emërtuar ndërmarrja e shërbimeve publike në varësi të Bashkisë Patos. Kush është dakord? 17 pro, asnjë kundër, miratohet. Shumë faleminderit. Kalojmë në pikën 7 dhe të fundit. Projekt vendim për krijimin e njësisë shpenzuese të emërtuar ndërmarrja e menaxhimit të mbetjeve, pastrimit dhe gjelbërimit në varësi të Bashkisë Patos. Fjalën e ekzekutivi. Si pasojë ndarjes së
Agjencisë së Shërbimeve Publike në dy njësi shpenzuese. Shërbimet ose funksionet e pambuluara do të jenë deri tani ngelen këtu shërbime publike ngelet. Qëllimi kryesor për këtë njësinë e re shpenzuese do të jetë menaxhimi i shërbimeve komunale dhe publike të bashkisë, kryesisht me menaxhimin e mbetjeve, pastrimin dhe gjelbërimin në të gjithë territorin tonë. Kjo njësi e re shpenzuese do të ketë si qëllim kryesor menaxhimin, sigurimin e cilësisë dhe vazhdimsinë e këtyre shërbimeve, krijimin e një strukture më të qartë, më efektive të përdorim të fondeve buxhetore, si dhe forcimin e kontrollit financiar dhe përgjegjësinë institucionale. Kjo ndërmarrje do të ketë sipas tabelës punojës, numrin e punojësve do ta ketë sipas tabelës bashklidhur, kam përshtypjen duhet jetë 59. Dhe do të mundësoj një menaxhim më të mirë të burimeve njerëzore, rritjen dhe kontrollin dhe menaxhimin rritjen e kontrollit dhe menaxhimit të mirë. Duke u bazuar në mbështetje të ligjeve përkatës, siç janë të shënuar edhe në projekt vendimin përkatës, kërkojmë nga ana e Këshillit Bashkisë Patos krijimin e njësisë shpenzuese të emërtuar ndërmarrja e menaxhimit të mbetjeve, pastrimit dhe gjelbërimit në varësi të Bashkisë Patos. Faleminderit. Faleminderit Bora. Fjalën Artani. Po, kryetar, edhe siç tha më lart, nuk kemi asgjë për të shtuar. Shpresojmë që ajo që tha ekzekutivi të realizohet. Faleminderit. Jemi të hapur për diskutime, kush do fjalën? Po Albiona. Atëre, duke parë gjithë pikat e rendit të ditës dhe duke parë dhe strukturën e re të Bashkisë Patos, besoj që tani janë të ndara kompetencat për secilin dhe pas kësaj mbledhjes së Këshillit i takon Bashkisë rregulloria e brendshme dhe ndarja e gjithë funksioneve që do të kenë secili prej këtyre sektorëve dhe drejtorive të reja. Kështu që përgëzime edhe vazhdon puna më tej dhe shpresoj shumë që gjithë kjo të përkthehet në një shërbim më cilësor ndaj qytetarëve. Faleminderit Albiona. Po Novruz. Më vjen mirë që bashkia do të riorganizohet. Unë ndihem mirë që këtu është rivendosur që do të ngrihet drejtoria e bujqësisë, që për mua ka qenë një gabim që u shkri kjo drejtori. Dhe mendoj se duke pat parasysh Bashkia Patos në tërësinë e saj është një bashki rurale, bujqësore, mendoj se kjo drejtori duhet të ketë peshën e vet specifike në punën e bashkisë, edhe interesin e saj. Ju faleminderit. Faleminderit Novruz. Po Erald, fjala për ju. Atëherë edhe unë dua ta përgëzoj edhe ekzekutivin, por edhe Këshillin dhe gjithë grupi që ka punuar. Kemi dhe ne si këshilltar rolin tonë në këtë pjesë. Gjithë pjesa e strukturës së re organizative të bashkisë është e lidhur edhe me dy ndërmarrje të cilat do krijohen. Gjë e cila do sjellë një organizim më të mirë, shërbime më cilësore për qytetarët, por dhe shpejtësi në kryerjen e disa detyrave ose disa punëve publike të cilat kërkojnë zgjidhje nga për qytetarët. Sigurisht ngelet, siç e tha dhe Albiona, rregulloria të përcaktoj qartë detyrat për secilin. Struktura i ka të qarta në fakt për secilin specialist. Janë të ndara që nga nënkryetare detyrat, sekretari i përgjithshëm edhe gjitha me radhë. Gjë e cila do sjellë një organizim më të mirë mendoj unë, transparencë më të madhe dhe shërbime më të shpejta. Kështu që ngelet dhe nga gjithë administrata të punojmë për kushtim të kemi një rritje të efikasitetit, rritje të ardhura, gjetëm në cilën mos na vërin në vështirësi nesër për nivelin e pagave. Niveli i pagave nuk do ndryshoj, s'ka pse të ndryshoj, edhe në vitin tjetër, kështu që kjo do të jetë një mesazh të marrin të qartë të gjithë. Nuk do ketë. Jo, ma mund ta ndryshojmë, ne kemi frymën për të rritur pagat. Pse thuani mos ta ndryshojmë? Po pra, po është hapur u dëgjua sot e kemi dëgjuar lloj-lloj, kështu që ne kemi qenë ata që kemi votuar rritjen e pagave. Tu jemi për të shprehur zyrtarisht se çfarë dëgjojmë, që të kemi mundësi të rrisim pagat akoma më shumë. Ky është mesazhi im, faleminderit. Faleminderit Erald. Kush e do tjetër fjalën?
Atëherë propozoj që të kalojmë në votimin e pikës 7 për vendim për krijimin e njësisë shpenzuese të emërtuar ndërmarrja e menaxhimit mbetjeve, pastrimit dhe gjelbërimit në varësi të Bashkisë Patos. Kush është dakord? 17 pro, asnjë kundër, miratohet. Kjo është edhe pika e fundit e renditditës. Shumë faleminderit për kontributin këtë mbledhje. Miru pafshim mbledhjet e ardhshme.